Allahu Akbar. Besimtarët musliman kanë festuar Kurban Bajramin. Allahu Akbar. Dita e sakrificës dhe durimit ka nisur me faljen e madhe të namazit, e cila këtë vit nuk u zhvillua në sheshin Skënderbej, por në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Allahu Akbar. Ceremonia e faljes nisi në orën 6:15 dhe më pas besimtarët u shpërndan për të kryer ritet e tjera të kësaj feste. Kreu i komunitetit musliman të Shqipërisë, Bujer Spahiu, ju drejtua besimtarëve me një urim për festën e Kurban Bajramit, ndërsa theksoi rëndësinë e unitetit, solidaritetit dhe ndihmës për ata që janë në nevojë. Ai gjithashtu dha edhe një mesazh për luftën në Gaza. Sot kremtojmë festën e Kurban Bajramit, një ditë që i bashkon zemrat tona në adhurim, në minjohje dhe solidaritet. Feja jonë islame na mëson se besimi nuk është i plot pa ndjeshmëri sociale. Të duam njëri tjetrin për hir të Zotit. Le ta ndajmë sofrën tonë, por edhe buzëqeshjen, të shkojmë te të vetmuarit, te të moshuarit, te ata që s'kan mundësi për të festuar. Le t'i lutemi Zotit së bashku për Gazën, për jetët e prera në mes dhe gjendjen e rëndë që po kalojnë ata. Besimtarët musliman përcollën urimin për më shumë barësi në familje në këtë ditë të shenjtë të Kurban Bajramit. Gëzuar gjithë besimtarët dhe inshallah për gjithë festë e marrë mirë. I uroj gjithë shqiptarët në barësi dhe gëzim familjet e tyre. Inshallah, Zoti udhëzoj gjithë popullin musliman rrugë të Allahut. Kurban Bajrami është një nga festat më të rëndësishme për besimtarët musliman, një kohë e shenjtë për adhurim, falënderim dhe solidaritet. Gjatë kësaj dite, besimtarët falin namazin e Bajramit në mëngjes dhe bëjnë kurban, zakonisht një dele, lop apo dash. Mishi kurbanit shpërndahet një pjesë për familjen, një për të afërmit dhe një për të varfrit. Festa shoqërohet gjithashtu me vizita familjare dhe ndihmë ndaj njerëzve në nevojë.